Enes Papaj është kapiteni I Vllaznisë B, që sa po shkon kampion I Shqipërisë, duke mundur 4-2 në finale Alpetorin për kategorinë e tretë. Urime, kapiten. Faleminderit, gazi, faleminderit. Kënaqësi e veçantë të kapësh të merresh kupën në emër të ekipit. Çdo kupë ka të nësinë e vet, ka të mundin e vet, ka sakrificën e vet, kështu që edhe mundi jo në u shpërbly me kupën fund. Patë të vështirë të finale? Çdo finale ka të vështirësinë e vet, po nuk ka se po edhe në vështirësi të mëdha, kështu që e dominu me lojën, bë me lojën tonë, shënu me shpejt, edhe I rënë edhe gola të tjerë si pasojë e lojës të mirë që bëmë. Vetëm 2 barazime dhe 23 fitore së bashku me të sotmen. Një bilans shumë pozitiv. Bilans pozitiv sepse stërvitja mirë, në mes sa 2 trajnera dhe që na kanë ndihmuar jashtë maset, edhe konkludoj me rezultatet që kena bërë. Sot shënohet përsëri dhe me sa vjen është goli 9 në këtë sezon sportiv I kënaqur. Po sa më shumë gole që të bëj aq më mirë sepse ndihmoj ekipin edhe është në favor temin në aspektin individual. Kështu që normal që jam I kënaqur. Vitin ardhshëm do të vijoni të jeni pjesë të Vllaznisë B, apo keni ndonjë projekt tjetër? Tashi, projekti është me kap Vllaznin A, po të shohim rrim me kam tokë. Presidenti I klubit Alban Xhaferi ishte prezente në këtë finale dhe theksoi në intervistë se do të marrim disa individë të spikatur nga Vllaznia B në skuadrën e parë. Shpresoj që keni edhe ju pjesë e kësaj liste. Shpresoj që fjala e presidentit tonë bëhet realitet. Enes, ky gol I sotëm dhe titulli kampion, për kë shkon? Ka ndonjë dedikim? Unë sa që ja kam dedikuar në herë në kujt në gjatë, po kja shkon për babin tem se veç për ti unë jam I tu ku jam. Veç ati jetë dedikoj çdo gjë. Po të nderuar shikues, siç na ndoqet isha me kapitenin e Vllaznisë B, Enes Papaj, ai që dirigjoi skuadrën në mesfush, ai që shënoi një gol në finalen e sotme, por dhe mori në drozim kupën e kampionatit duke u shpallur kampion I Shqipërisë. Urime Enes dhe shpresojmë t'ju shikojmë sezonin e ardhshëm me Vllaznin A. Faleminderit.